Ne mendojmë që brenda një viti do të jemi në gjendje që t'i mbledhim në tryezë të gjitha partitë opozitare. Tani zgjidhja e mosmarrëveshjeve në një anë i ka rënjët të burimi i tyre. Keni vrarë ndonjëherë mendjen pse ka kaq shumë parti të djatha në Shqipëri apo fraksione apo organizma, themi si Shqipëria për diasporën e lirë nuk është një parti politike, po është një organizëm i cili natyrisht pavarësisht përpjekjes për të garantuar përfshirjen e diasporës, anon djathas. Themi, ndërkohë që e majta shfaqet si monolite. Pra me përjashtim të Partisë Social-Demokrate që buron një traditë e hershme me përfaqësuesi Musin e Kokalari e tjerë dhe si vetëm të përfaqësuan parlamentin. Dhe që sot s'ka më të njëjtën lidhje me social-demokracinë. E djatha na shfaqet Laramane. Pra si shpjegoni si politolog? Është dhe çështje tradite, e majta në paraardhësia vetë Partia Punës ja doli që të krijonte një blok monolitik, që gjatë luftës dy botërore. Dhe përmes asaj lufte civile që u zhvillua në Shqipëri, nuk ishte thjesht luftë kundër elementeve nacionalist, demokrat, liberal e tjerë, por edhe brenda llojit vet, duke zhdukur, duke hequr qafë gjithë ata që ishin përfaqësuesit e së majtës doktrinare dhe që eventualisht mund të zinin rrugën në marksist-leninistëve shqiptar të kohës, të udhëhequr nga jugoslavët në atë kohë. Kështu që ajo traditë ka ekzistuar mbas le të themi marrëdhjen e demokracisë, pasojë pati atë skizmën, pati përçarjen e madhe me LSI-n. Por duke qenë se partitë bëhen gjithmonë në Shqipëri bëhen gjithmonë më pak ideologjike, gjithmonë më tepër marrin formën e asaj catch-all party, parti që do të marrë vota nga gjitha drejtimet e pa specializuar, parti mase. Atëherë rrjedhimisht në fokus të parë del aspekti klientelist, dhe jo aspekti ideologjik. Dhe ke aspekti klientelist, pastaj ke aspekti interesit personal të individëve politikanëve, kjo e bën të mundur një lloj diçka e tjetër. Dakor, po E djatha ka qenë më, e djatha nuk e para se ka pas pushtetin, e ka pas më pak pushtetin. E dyta, e djatha ka qenë ndoshta edhe më tolerante ndaj elementeve të tilla. Dhe ka pas shumë më pak kënaqësi djathtas se sa majtas, domethënë. Dhe elektorati shumë i konsoliduar majtas se sa djathtas, domethënë. Ti ke kategori të plota të mëdha të gjëra të popullsisë shqiptare që votojnë majtas në mënyrë tradicionale, kurse e djatha e ka shumë më të luhatshëm dhe shpesh edhe më të pakënaqur dhe me partinë kryesore. Po në periudha të ndryshme të historisë 35 vjeçare ka pasur formacione që kanë dalë nga gjiri Partisë Socialiste dhe gjiri Partisë Social-Demokrate, se ju përmendet vetëm LSI-n, po ka pasur vetëm Partia Social-Demokrate ka nxjerrë 3-4 partije. Partia Socialiste ka dalë Partia Socialiste e Moderuar, ajo Partia Petrokoçit, por pa ndonjë sukses elektoral. Por edhe në të djathtë spektrit kemi shumë parti që s'kan sukses elektoral. Partia Liberale, Partia Konservatore, partitë e vjetra, Partia Kombëtar që është ndarë në dy ballë e legalitetit e tjerë. Po, kanë pasur më tepër peshë, vërtet. Ja ka dalë majta që të ketë fuqi gravitacionale më të madhe. Sidomos në rastin e 13 viteve të fundit, është e qartë. Rama ja ka dalë që të mbledh që jo vetëm të gjithë të majtën, por ja ka dalë shpesh që të kooptojë edhe njerëz të djathtë. Cila është receta e Ermalasimës dhe Forumit Dialogut Politik për ta përbashkuar të djathtën, duke qenë se zëra të ndryshme të partive djatha kanë shprehur ose skepticizëm për të bashkuar publik flas, për të përbashkuar nismës, pra ka vendosur kushtozim, rasti Adriatic Klapajt Shqipëria bëhet, apo kanë shprehur mospranim publik si rasti Agronshajt, klasu për dy parti parlamentare, duke qenë se Lëvizja Bashk nuk është në spektrin e partive djatha që po munduani të. Refuzimin e mundësisë unë e konsideroj të përkohshëm, jo të përhershëm. Sepse mendoj që në një kontekst tjetër, në një presion tjetër publik, dhe në presionin e kohës, kontekstit zgjedhjeve, mendoj që ky refuzim nuk do të vlejë më. Cila është receta? E thjesht fare, arsyeja, logjika. Logjika elektorale në një moment caktuar do t'i shtrëngojë të gjitha partitë që të bashkohen me njëra tjetrën. Se ka një dallim midis majtës dhe djathtës në Shqipëri që kur i nis zgjedhjet në kushte normale, e majta është gjithmonë avantazh. Që të fitojë djathta në Shqipëri dhe që të fitojë opozita në rastin konkret, duhet ndodhi diçka shumë e madhe. Duhet që të dekurajohet votuesi i majt, pra të dalë më pak në zgjedhje, duhet që opozita të marrë të gjithë votat e saj dhe përveç kësaj pastaj të marrë të shumicën dërmuese e votuesve abstenuese dhe sidomos votuesve të pavarur ose që janë dilemë s'dim për këtë votojnë etj. Domethënë duhet krijojë shpresë, prodhoj shpresë. Dhe kjo lloj logjike, pra logjika arsyeja që do të përdoret se cila nga këto parti cila është forma e vetme për të fituar,
Dhe është e qartë që një nga kushtet kryesore është që opozita të jetë e gjitha e bashkuar. Dhe nuk është logjik thjesht e përgjithshme, përfitore në demokracisë etj. Është edhe logjik individuale.